Bismillahirrahmanirrahim. Të dashtun dhe të shtrenjtë vëllezër dhe motra besimtar. Allahu Azza wa Jall na dëshmoi mëshirën e tij të pakufishme, teksa na e bani nasib që me e agjëru edhe ditën e parë të këtij muaji të mallnueshëm të Ramazanit. Allahu Azza wa Jall na bani një mirësi shumë të madhe, teksa një natë më parë na dha mundësinë që ta nisim Ramazanin me faljen e 20 rekateve të taravisë së parë të këtij muaji të mallnueshëm. Allahu Azza wa Jall na begatoi duke na bërë nasib që ne të jemi pjesë tashmë e këtij muaji të mallnueshëm të Ramazanit. Edhe nëse largohemi nga kjo botë gjatë këtij muaji, dyert e xheneteve janë të hapuna, dyert e xhehenemit janë të mbyllura. Në natën e parë të këtij muaji, Allahu Azza wa Jall lajmëron se janë lidhur me zinxhir shejtanët dhe rebelët e gjindëve, që njeriu besimtar të jetë i pa influencuar nga e keqja në jetën e tij dhe marrëdhënia e tij solide me Zotin e gjithësisë të jetë e paprekshme nga askush dhe asgjë në botë. Ky është muaji i njeriut. Ky është muaji i njeriut i cili vrapon për t'u kap pas fijeve të shumta të mëshirës hyjnore që derdhen nga Zoti i gjithësisë për marr botën. Sa njerëz jo musliman në këtë muaj të mallnueshëm të Ramazanit e gjejnë veten e tyre dhe për një arsye që ndoshta as ata nuk e dinë, sepse kthehen nga dera e mëshirës së Allahut Azza wa Jall, pendohen dhe kthehen të bardhë si ditën që i ka lindë nana. Sa musliman me emër gjatë këtij muaji të mallnueshëm të Ramazanit nisin namazin, nisin agjërimin e Ramazanit, japin zakatin, rregullojnë lidhjet farefisnore, rregullojnë marrëdhënien e tyre me haramet e me halalin në jetën e përditshme. Sa histori të panumërta dim dhe dëgjojmë çdo ditë nga djem të ri dhe vajza të reja, të cilët në muajin e mallnueshëm të Ramazanit përjetojnë mrekullinë e jetës së tyre. Ky është muaji i mëshirës, është muaji i faljes, ky është muaji për të kuptuar i riu dhe e reja e jon që nuk është zgjidhje me konsumu disa tableta për t'i dhënë fund jetës. Mbyllu në shkollën e agjërimit dhe aty derdhi përpara durve të Allahut Azza wa Jall hallet tuaja, telashet tuaja, ngarkesat tuaja, sepse duke komunikuar me Zotin e gjithësisë nëpërmjet një sejdëje, ndoshta një sejdë e vetme, të vlen sa për tani jetën dhe të përtemen. Dorsa me marr ca tableta dhe me i dhënë fund jetës, kjo nuk është zgjidhje. E humb këtë botë, e vret familjen tënde, e shkatërron jetën e tyre dhe mi të gjitha humb të përjetmen. Me i dhënë fund jetës, do të thotë se nuk ke besuar në Zotin dhe i ke mbyllur dyert e komunikimit me Zotin tënd. Sa njerëz në këtë muaj të mallnueshëm të Ramazanit gjejnë shpresë, gjejnë optimizëm, gjejnë dëshirën për t'u rikthyer jetës, sepse në fakt nëpërmjet agjërimit ne i rikthehemi jetës. Mjekësia nëpërmjet studimeve të panumërta na tregon se sa i dobishëm është agjërimi për trupin, është rifreskim, është rigjallërim, është ripërtritje. Allahu subhanahu wa ta'ala është duke na dëshmuar nëpërmjet këtij adhurimi dhe marrëdhënies tonë korrekte me të, se mëshira e tij zbret në trupat tonë fillimisht për t'i pastruar ata, për t'i zbukuruar ata, për t'i bërë më të fortë, për t'i bërë më të ndjeshëm ndaj të mirës, për t'i bërë më të ndjeshëm ndaj çdo gjaje për cilën Allah subhanahu wa ta'ala është razi apo nuk është razi, sepse Allahu Azza wa Jall e din se çfarë ka krijuar dhe e din më së miri se çfarë na duhet dhe çfarë na lypset për jetën tonë dhe të ardhmen tonë. Të dashur dhe të shtrejtë, tashmë që në muajin e mallnueshëm të Ramazanit e kemi mundësinë me përsos adhurimet tona, lutjet tona, sadakat tona, me ndihmu ata që kanë nevojë, me e vu dorën në zemër për dikë që ndoshta e kemi të afërt apo të largët, e kemi komshi ose nuk e njohim fare, por që ka nevojë të mos ngurrojmë dhe të vrapojmë, sepse që në natën e parë të këtij muaji të mallnueshëm meleku thret, siç na mëson pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe thotë: "O ti veprues i të mirës, hajde, pra vrapo dhe afrohu dhe bëj sa më shumë prej të mirave, dhe o ti veprues i të keqes, ndalu për hir të Allahut, frenohu për hir të Allahut. Nëse nuk frenohesh sot në Ramazan, kur do të frenohesh? Nëse nuk e meriton sot në Ramazan mëshirën e Allahut Azza wa Jall,
kur do ta përfitosh. I lutem Allahut Azza wa Jall që ta përfitojmë mëshirën e Tij, faljen e Tij, të na begatojë në këtë muaj të mëndueshëm të Ramazanit dhe ta shijojmë gjithë secili prej nesh në çdo moment të ditës dhe të natës për ta jetuar këtë Ramazan me Zotin ton dhe për të fituar bekimet e Tij. Allahu ju dashtë dhe ju begatoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.